Selam aleikum, paqja qoftë mbi ju. Ju përshëndes të gjithëve, sidomos të ditët e fundit të Ramazanit. Besoj se të gjithë kemi kaluar atë pjesë të rutinës që besoj se cili e kalon në Ramazan, qoftë agjërimi, qoftë namazi, qoftë zemra e rënduar që shpesh herë ndodh që njeriu ta ketë, edhe që ky Ramazan e tjetërson e kthen në një njeri të ri. Tema që dua të flas sonte ka të bëjë me ju të dashura motra, qofshin muslimane, jo muslimane. Sidomos për motrat e reja që ndoshta sapo kanë hyrë në adoleshencë, për ato motra që janë në prag të fejesës, për ato motra që nuk janë muslimane, por po e mendojnë të bëhen muslimane, për ato motra që janë në një lidhje jo halal, për ato motra që janë duke kërkuar dikë, për ato motra që mendojnë se iku koha dhe akoma nuk po gjejnë personin e duhur. Atëherë unë kam patur mundësinë, le ta themi, të jem në të dyja kahet, si muslimane, si jo muslimane më përpara. Dhe si çdo njeri, si çdo femër i përjetojnë të gjitha ato çështjet biologjike të njeriu që ndodhin, apo ato romantizmat, apo ato, ku diun, librat që kemi lexuar, të paktën brezi im, apo shpesh herë humbjen e vetvetes pikërisht për histori platonike të bukura, histori të dashurisë e të tjerë. Unë kam patur, mund ta them, rastin që t'i kem përjetuar këto të dyja, dhe pikërisht kjo video është për juve që ndoshta jeni në konfuzion se cili mund të jetë partneri juaj i jetës, për juve që ndoshta jeni në pikpyetje me veten për të ditur se ç'duhet bërë. Unë do ta nis me diçka. Një femër, nga natyra, Allahu e ka krijuar të ndjeshme, dhe një ndër arsyet sepse Allahu i ka ndaluar lidhjet paramartësore është pikërisht për të mbrojtur femrën. Në momentin që një femër i jep kohën e saj një mashkulli, i jep atë ndoshta veten e saj në kuptimin e plot, ajo i jepet komplet me emocione. Dhe nuk është e njëjta gjë, për shembull, as kjo nuk justifikon mashkullin. Por prandaj dhe Allahu ka dashur që të mbrojë zemrën e femrës, sepse edhe shkencërisht është aprovuar tani që thyerja e zemrës është reale, është fizike, në kuptimin që ndodh realisht, dhe në momentin që femra kalon atë naivitetin e saj nga një vajzë në adoleshente, nga një fëmijë në adoleshente, dhe krijohen, zhvillohet në mënyrë hormonale etj, gjithë një mendon në mënyrë pozitive, pralla, me ylber, me ëngjëj e të tjerë. Por jeta reale nuk është e tillë, dhe jo çdo person rritet në të njëjtën mënyrë si ty, për shembull. Dhe unë po e drejtoj në këtë vetë, jam duke t'u drejtuar ty. Dhe ndoshta është më mirë ta nis video në këtë formë, sikur jam duke bashkëbiseduar si ty. Dhe dua të shprehem në mënyrë të sinqertë, domethënë, përse Allahu i ka ndaluar lidhjet jashtëmartësore, dhe si një person që ka qenë më përpara jo muslimane dhe ka patur në kuptimin histori të personale apo jo personale, mund ta bëj qartë dallimin, domethënë se sa mirë është ajo që ka thënë Allahu, dhe ajo që njeriu duhet të ndjek. Kam dëgjuar shpesh në kulturën tonë në Shqipëri që shpesh më thonë, bëj qef sa je e re, bëj qef sa je i ri. Por unë mendoj që kush e ka thënë këtë bëj qef, ose ka patur një jetë të vështirë për veten, ndoshta nuk e ka arritur atë qefin maksimal,
dhe nuk e ka kuptuar akoma që nuk arrihet asnjëherë ajo lumturia maksimale. Në këtë botë asnjëherë nuk do jemi të lumtur, nuk do kemi asnjëherë perfeksion, edhe shpesh herë duke menduar se ne jemi duke bërë qef, në fakt përjetojmë një tjetërsim tonin, përjetojmë një tjetërsim emocional, përjetojmë një tjetërsim fizik, ikën ai nuri në kuptimin që kur bën gjëra të gabuara në kundërshtim me Islamin, ikën edhe nuri. Në Islam thuhet që nëse një lidhje është në mënyrë jo halal, ashtu do të shkojë dhe zakonisht njeriu do të përfundojë me zhgënjim, me depresion, me stres, do të përfundojë me thyrje zemre, do të përfundojë çdo gjë i duket se kur po i shkon keq. Ajo lumturia e përkohshme, 1 orëshe, 2 orëshe, 3 orëshe, sa mund e kaplon njeriu, e kalon në një depresion të thellë dhe nuk besoj se do jetë dikush, ndoshta kushdo që mund thotë që është një lumturi, thjesht gënjen veten e tij, sepse kushdo që ka patur eksperjenca më përpara paramartësore e di shumë mirë se sa zhgënjime, depresion dhe stres, sidomos për ty si femër kalon. Dhe sigurisht do lind pyetja që dhe ato që i bëjnë gjërat halal ndodh. Patjetër, prandaj kemi teste nga Allahu dhe Allahu teston atë që do më shumë, por këto teste, nëse ti je duke i bërë gjërat në rregull dhe ke një papritur të tillë, ndodhin zhgënjim, ndodh një martesë ta zëm e keqe, dhe fillojnë disa që bëjnë krahasim, ja e sheh, ndodh edhe në martesë, nuk i dihet asnjëherë. Patjetër që nuk i dihet, por ndryshimi është që Allahu atë që ta largon, ta zëvendëson me diçka më të mirë. Edhe ato që normalisht i kanë bërë këto gjëra dhe i kanë lënë për hir të Allahut, Allahu i jep një gjë më të mirë. Duhet mbaj mend gjithmonë që Allahu teston atë që do më shumë dhe këto testime tregojnë dhe se si njeriu do reagojë, do sillet gjatë këtyre periudhave që testohet. Dhe prandaj Allahu i ka bërë të ndaluara këto gjë, sidomos edhe për meshkujt edhe për femrën. Por femrën Allahu e mbron, kuptimin që e mbron nga thyrja e zemrës. Shpesh herë dëgjoj, herën e fundit kam patur pyetje në lidhje me këtë, ka shumë vëllezër musliman që kërkojnë motra muslimane për të martuar dhe gjëja e parë që ato bëjnë janë ato alarmet e kuqe që duhet i keni parasysh të gjitha. Dhe duke u përpjekur për ta normalizuar çdo gjë me idenë që bëj qef, sidomos nga ato që nuk kanë bërë asnjëherë qef, në kuptimin varet nga eksperienca e çdo njeriu, çdo gjë që është haram të çon edhe në më shumë gjëra haram. Domethënë këto janë lidhje zinxhir. Në momentin që ti si femër krijon një lidhje jashtëmartësore, kur them jashtëmartësore është jo vetëm domethënë nga ato që janë të martuar dhe krijojnë lidhje, por edhe ato që nuk janë të martuar dhe krijojnë lidhje, domethënë jashtëmartësore. Në momentin që ti krijon një lidhje të tillë, të krijohet dhe një ide në kokë që shiko, unë u zhgënjeva tani, do kaloj tek dikush tjetër, do zhgënjehem sërish dhe krijojmë atë mendimin në kokë që çdo gjë është e njëjtë dhe sërish e bën. Për mashkullin është më shumë eksperimentale lidhja dhe për femrën është më shumë kureshtje apo shtys nga femra të tjera që shihet diçka si turp se ti nuk je lidhur apo nuk je të dashur apo etj. Dhe në fakt thash lumturia nuk është për këtë botë. Ne kemi copza lumturie, siç ka thënë dhe i famshmi Drejtoro Agolli, kështu që këto copza lumturie janë të përkohshme. Dhe ideja pse njeriu t'i kërkohet t'i bëj gjërat serioze, t'i bëj gjërat, domethënë të mos jap veten në kuptimin që deri në atë pjesë që njeriu pastaj t'i mërzitet vetja. Duke marrë shkas dhe nga ngjarjet e fundit që dëgjoja në televizor që një vajzë kishte vrarë veten e saj
për arsye se i dashuri, imagjino, nuk ishte as bashorti, i dashuri e dhunonte. E dashur femër, grua, vajzë, ke parasysh një gjë. Në momentin që dikush nuk të respekton, nuk të jep titullin grua, nën, dhe të mban thjesht, nuk e di, ca thon, hëse një cop letër është martesa. Po pikërisht është një cop letër, çfarë të pengon? Do thënë, është më mirë për dikë që është më mirë për të dy të përdorin njëri tjetrin deri në iden, sepse kur janë të pamartuar thonë hëse kapen me idenë që e ndarjes. Je me idenë e ndarjes, ndërsa kur martohesh nuk e mendonin idenë e ndarjes, sepse je më e thelluar për të marrë përgjegjësi dhe prandaj përpara çdo vendosje për martesë njeriu duhet të di mirë që martesa ka përgjegjësi dhe shpeshherë frika ndaj përgjegjësisë bën që njerëzit të mos martohen dhe mbi të gjitha krijojnë bëjnë dhe fëmijë dhe quhen me titullin i dashur apo e dashura dhe justifikohen që hëse ajo është një cop letër, martesa, dhe më pas prandaj quhet martesë ligjërisht dhe në sy të Zotit për të mbrojtur ato që ti krijon, për të mbrojtur ato pasardhës që ti jep. Sepse një fëmijë është më i sigurt me prindër që kanë krijuar një rreth, që nuk është aq e lehtë për tu shkëputur, kuptimin që e mban, ky rreth është një rreth i fortë që e mban familjen bashk. Prandaj që shpesh herë disa meshkuj krijojnë ata autoritetin që sekur e kanë pronë gruan apo të dashurën, siç është në një pjesë të kulturës tonë, dhe imagjino që ai nuk të jep vendin e duhur dhe të trajton si pronë, edhe të trajton atë formë sa ti të humbasësh jetën për të, edhe ti fillon e normalizon dhunën, fillon normalizon çdo gjë të keqe që të shkatron shpirtin, edhe është e thënë në Islam që diçka që niset haram, asnjëherë nuk do të bëj të lumtur. Edhe sërish do ketë njerëz që do thonë, po hëse edhe ata që janë halal nuk janë të lumtur. E vërtet, do të thonë, disa që kanë probleme, që bashortët nuk i bien siç duan. Patjetër, por është gjë tjetër sepse Allahu kur e bekon një martesë me fryte, me çdo gjë tjetër, dhe Allahu ka thënë që femrat e mira janë për meshkujt e mirë dhe meshkujt e mirë, dhe meshkujt dhe femrat e këqija për meshkujt e këqij, dhe anasjelltas. Allahu i di gjërat më mirë dhe për sa kohë ai e ka thënë në një formë të prerë që nuk lejohen këto gjëra, e ka thënë sepse është thellë zemrave tona, ai na ka krijuar, ai na e di temperamentin, karakterin, na e di mënyrat se si ne i përjetojmë gjërat, dhe çdo gjë që Allahu ka thënë është për të na mbrojtur neve, pavarësisht se disave mund të duket strikt, mund të duket konservatore, mund të duket si diçka që hajde bëjmë qef, s'është ndonjë problem se kalojmë nga njëri ke tjetri, e njëjta gjë mund ndodhe me martesën. Domethënë fillojnë ta normalizojnë dhe ta justifikojnë duke i bërë njerëzit të tmerrohen nga martesa. Prandaj ajo që ti mendon se po tmerrohesh, në fakt është një siguri, është një mbrojtje që ty Allahu po të bën. Edhe nëse në një martesë halal ke probleme, nëse ke një bashkëshort të keq, narcisist etj, është një test që ti e ke. Njerëzit testohen në këtë botë në shumë mënyra. Disa testohen duke mbetur beqare, disa testohen duke mos u bërë kurrë nën, disa testohen duke me ndjesi që nuk duhet t'i kenë, edhe ndjesitë vetë janë një lloj forme testi dhe varet tundimi, ajo forca që ti ke për brenda që mos biesh pre e tundimeve të këqija, ta zëm. Është test pasuria, është test varfëria, është test çdo person që ne kemi
afër, është test, por sigurisht një njeri mund mos i ketë gjitha këto teste. Testet janë të ndara. Kështu që në momentin që dikush motër e dashur të vjen edhe të thotë që hajde flasim, të njihemi, e kalojmë kohën, apo kanë nga ata manipulatorë të mëdhenj që bëjnë si njerëz të matur, të logjikshëm, fshihen prapa kostumeve dhe kollareve apo fshihen prapa pasurive. Dhe ndërkohë thjesht janë disa njerëz që janë frikacak për brenda dhe nuk janë burra, sepse një burr i vërtet, prandaj thuhet burri ka përgjegjësi. Një burr i vërtet ka përgjegjësi. Nëse një burr thjesht do të kaloj kohën sepse është në ato çastet e veta hormonale dhe ti je thjesht eksperiment dhe ti mendon që hajt se dhe unë po bëj qef, kuptimin, dhe më pas e sheh veten tënde aty të strukur në dhomë duke lotuar për atë person, sepse ishte thjesht një one night stand, po ndërkohë femra ka ndjenja, krijohet ndjeshmëria edhe krijohet ajo tetshmend lidhja me mashkullin. Dhe ndërkohë që të dy po bënin lojë, dhe tjetri e quan sërish lojë, apo thjesht fshihet pas asaj fytyre serioze dhe të matur, dhe ndërkohë që ti bie prej atyre gjërave, sepse disa thonë, shiko, lidhjet intime janë për të bërë qef. Femra nuk e ka iden fillim se çfarë është lidhja intime. Siç e thash më përpara, niset nga kurreshtja, niset nga shoqëria përreth, ose niset nga ajo zilia që shiko ajo ka, unë s'kam. Por më pas bie pre e ndjenjave dhe pikërisht njeriu edhe femra kanë ndjeshmërinë shumë herë më të lartë. Kuptimin që nëse mashkulli mendon thjesht në mënyrë të ftohtë dhe është e vështirë për të ketë atë afrimitetin direkt, femra e krijon atë afrimitetin, sepse është e rrallë kur femra kalon nëpër shumë eksperjenca dhe më pas nuk i bën përshtypje fare dhe krijohet ajo ftohtësia, zemra ngurcohet dhe normalisht atëherë themi që okay, dhe ajo se ndjen fare, por në momentin që ti e dashur vajzë mendon se do bësh atë qefin 10 minuta, 20 minuta, dhe më pas do kalosh me ndjenja të thyra, do fillosh të kontrollosh telefonin, pse nuk po më merr, pse nuk po më kontakton, unë i thash që jam e sinqert. Do me thënë, në momentin që ti kalon të gjitha këto dhe fillon pastaj duke u shndruar në dikë tjetër, duke shndruar zemrën në dikë tjetër, dhe më pas themi u bëra e fortë, tani di se çfarë dua, por nuk dihet asnjëherë kur një gjë bëhet në mënyrë jo të begat, ashtu do shkojë gjithnjë. Të paktën në pjesën më të madhe. Sigurisht ka njerëz që i kanë testet dhe thash në forma të ndryshme, ndoshta, por që në momentin që krijon një lidhje dhe më pas kjo shkon zinxhir. Kjo shkon zinxhir dhe ti do zgjedhësh sërish të njëjtin person. Ai mund të ketë qenë abuziv, ti do zgjedhësh sërish abuziv, sepse kjo gjë është krijuar që në gjenezë, kur ti je rritur me daja xhaxhellar, abuziv, kur ti je rritur me prindër ndoshta abuziv, kur ti je rritur në një familje toksike që dal ngadalë ti do fillosh të mendosh që kjo që ka familja, kjo që ka dashuria, edhe shikon që nga një lidhje do kalosh tek një tjetër dhe do thuash po i njëjta problem, po i njëjta histori, po i njëjta, sepse kjo gjë do bëhet zinxhir. Nuk i vë faj as pak rrethit shoqëror që ti ke, anës kulturore që ne kemi në përgjithësi. Shpesh herë gjeneratat e vjetra që ju është ndaluar ndoshta kjo gjë me forcë, dhe kjo gjë nuk ka pse ndalohet me forcë. Allahu na ka dhënë zgjedhje të lirë, nëse ti do t'i bësh dëm vetes, mund t'i bësh dëm vetes, në fund secili do japi llogari në ditën e gjykimit. Nëse ti si njeri refuzon atë që ka thënë Allahu, dhe këtu po flas për motrat dhe vëllezërit musliman, tani dua të kaloj në këtë anë. Në momentin që ti si musliman e di që zinaja është ndaluar, pse e bën? Në momentin që ti si musliman e di që
për motrën tënde nuk do doje një gjë të tillë, pse po lëndon personin tjetër, pse po e mashtron me fjalë, pse po e kufizon. Dikush ka ardhur për të kërkuar dorën tënde, si motër muslimane duhet të kesh të qarta disa gjëra. Së pari, ai duhet të jetë besimtar. Së dyti, sipas kulturës islamike, të paktën me aq sa unë kam parë këtu në Arabi Saudite, martesat bëhen në këtë formë ose fejesat, le të themi. Dikush vjen dhe kërkon dorën e vajzës. Përpara fejesës, ato kanë të drejtë të takohen për ditë, po të duan, sigurisht në prani të personave të familjes, kanë të drejtë të bisedojnë, të flasin, dhe të arrijnë në konkluzion nëse duhet ta vazhdojnë këtë gjë apo jo. Prandaj dhe nuk është Islami nuk e ka mbyllur apo të jetë në një mënyrë të rrept që nuk lejohen takimet. Sigurisht që nëse ne duam të zgjedhim nëse ti do të zgjedhësh personin si partnerin tënd, bashortin tënd të ardhshëm, ke të drejtë ta njohësh atë dhe Islami ja jep femrës edhe mashkullit ta njohin njëri tjetrin përpara se sa të vendosin për fejesë apo martesë. Dhe gjatë kohës që bëhen këto takime, flitet me njëri tjetrin, e shikon tjetrin se si reagon. Duhet keni parasysh të dalloni se si personi reagon kur është me nerva, se si kur është i lumtur, se si reagon kur ti e kundërshton për diçka dhe thua jo. Domethënë duhen parë të gjitha se si reagon kur ai është në pozitë të vështirë, shihni çdo gjë përpara se sa të vendosni sepse ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi kjo se sa ajo që sa i pashëm që është, sa i zgjuar që është, ky ka kaq lek, ka këtë pozicion. Përpara se të shihni këto gjëra, shiheni atë si babain e ardhshëm të fëmijëve tuaj. Nëse do doni, dhe tani po flas për anën e paramartesës, për motrat muslimane ose ato që duan ta shohin në këtë formë lidhjen apo ta konsolidojnë lidhjen duke e bërë në këtë formë. Duhet të shihni mirë dhe të mos bini pre e pranimit, që si shiko unë do ta ndryshoj. Ju nuk keni, është Allahu ai që i ndryshon zemrat e njerëzve. Ju nuk keni as nëna, as do bëheni nëna e bashortit, as do bëheni dado e tij, ju do rrisni fëmijët tuaj, nuk keni nevojë për një fëmijë ekstra për të rritur, dhe shikojeni mënyrën e gjuhës trupore, shikoni mënyrën se si ai ju sheh, shikoni mënyrën se si ai ju flet. Do me thënë, përpara se të arrini në atë konkluzionin. Sigurisht, disa thonë, duen vite për të njohur dikë, por janë disa gjëra bazë që ti mund t'i dallosh, ta zëm reagimet, gjuhën trupore, mënyrën se si ai i manipulon gjërat, do me thënë, nëse ai mban premtimet, nëse është një burrë që mban premtimet, që është mban përgjegjësi, nëse është një burrë që ju trajton me butësi. Unë do t'i këshilloja të gjithë motrat muslimane përpara se sa të vendosin të fejohen, apo të pranojnë dikë, të lexojnë jetën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Ai ishte burri i shembullt që duhet ta ketë shembull çdo mashkull musliman në këtë botë, dhe fatkeqësisht për shkak të kulturave të ndryshme që janë çdo vend ka në botë, shpesh herë harrojnë shembujt që duhet marrin, edhe shpesh herë i vejnë femrave shembujt që duhet ndjekin, po harrojnë edhe atë shembullin që duhet ketë mashkulli. Sipas shpesh herë kujtoj, sidomos në ditët e sotme, kujtoj fjalët e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, përpara se sa të vdiste, që tha namazin, do të thënë mos e lini, dhe kujdes me se si do t'i trajtoni femrat, kujdes me femrat. Janë dy pika që po ti mendosh në kohën e sotme, bien në fjalët e tij. Ka shumë gjëra që nuk mundemi t'i dallojmë sepse nuk kemi superfuqi, por janë disa gjëra që duhet t'i dalloni, dhe nuk po flas vetëm për femrat, po flas edhe për meshkujt. Në të njëjtën formë, domethënë. Lihet një periudhë derisa ju të njiheni. Në momentin që ti e njeh personin dhe e aprovon atë që ai
si babajnë e fëmijëve tuaj, sepse duhet keni parasysh një mashkull i vërtet dallohet kur bëheni me fëmijë. Nuk mund ta dalloni 80% ta zëm përpara. Në momentin që bëheni me fëmijë, ai do t'rregojë empatinë ndaj jush, do t'rregojë dashurinë ndaj jush, do t'rregojë atë paqen, atë mëshirën. Allahu ka thënë që një martesë duhet të ketë mëshirë dhe duhet të ketë atë empatinë për t'i marrë gjërat me qetësi. Një burr dhe një grua nuk janë të njëjtë. Një grua është më e ndjeshme dhe një burr duhet përballojë ndjeshmërinë dhe jo t'i flas apo të sillet me gruan sikur ka një burr përballë. Sepse kjo është gabimi që bën shumica. Sipas martesës islamike, në momentin që bëhet njohja e të tjerë, sigurisht në prani të tjerë, të njerëzve të tjerë, të familjes, çifti mund të takohet, mund të dalin jashtë, etj. Më pas vendoset të bëhet fejesa. Fejesa si lihet 6 muaj kohë, që sërish krijohet për të ditur, dhe gjatë kësaj kohe intimiteti nuk është i rëndësishëm, në kuptimin që shpeshherë në kulturat apo në shoqërinë njerëzore, lidhjet zakonisht fillojnë me lidhjet intime etj. Dhe në Islam ajo mbahet si një gjë e veçantë. Dhe intimiteti mbas martese, intimiteti është shumë herë më i bekuar dhe shumë herë më i mirë se sa intimiteti kur bëhet jashtë martesës. Në kuptimin që edhe vetë trupi edhe vetë biologjia e njeriut është shumë herë më ndryshe kur e krijon një lidhje intime në martesë dhe ndryshe jashtë martese. Dhe këtë din vetëm ato që e kanë përjetuar. Shpesh herë dëgjoj në rrethin tonë shoqëror që shiko duhet bëjmë qef dhe po e ripërsëris të punën e qefit. Por në momentin që ti arrin atë besimin shpirtëror, nuk ke problem asnjë lloj nga këto gjërat, as për qefin sepse ti ndihesh e lumtur. Dhe sërish do marr njerëzit në Gaza që përjetuan dhe po përjetojnë shumë dhimbje, që sërish janë të fortë, sërish janë të lumtur, në kuptimin të lumtur shpirtërisht. Ke shumë ta zëm që kam në shoqëri që dallohen si të lumtura, e mbajnë veten me forcë që nga pamja jashtme, por në fakt në brendësi nuk janë të lumtura. Dhe kjo është mbi të gjitha në lidhje me besimin. Nuk po them se ne që besojmë shumë jemi 100% të lumtura. Përkundrazi, ka njerëzit që në përgjithësi janë inteligjent shumë ose njerëzit që kanë një besim të fortë, shpesh herë bien në stres dhe në depresion nga që ato kanë një pritshmëri tjetër dhe shpesh herë hutohen duke parë jetën e tashme, jetën reale, duke parë atë jetën e tjetër të njerëzve. Domethënë, shpesh herë hutohen nga ambienti i jashtëm dhe ose i vjen keq, domethënë, që pse njerëzit nuk i bëjnë gjërat në mënyrë të drejtë, pse ka kaq shumë hipokrizi. Pse nuk bëhet kështu e pse ashtu. Kanë shumë pyetje në kokë dhe besimtarët në përgjithësi dhe nuk po them unë që ato janë 100% të lumtur, por shpirtërisht jemi të lumtur. Mund të kemi probleme ta zëm stresi, depresioni apo nënat në përgjithësi që nuk kanë dimes, që kanë bashkëshort jo të mirë e të tjerë, janë në një gjendje survivali, domethënë janë në një gjendje mbijetese. Sigurisht dua të dalë që edhe martesat kaq nuk janë të suksesshme, po siç e thash, janë teste. Nuk dua që të gjykoj njerëzit, sepse nëse gjykoj njerëzit, sigurisht kam gjykuar dhe veten time përpara se sa të bësha muslimane, dhe çdo kush që është i rikthyer në Islam ka patur një të shkuar. Dhe shpesh herë dëgjoj në mënyrë vulgare që thonë shikjo, ka bërë këtë, bëri atë, bën si muslimane tani, ka vënë shamin në kokë, apo ku diun, lloj gjërash. Një prostitut, pse i dha
uji i macës Allahu e dërgoi në parajs. Kështu që nuk duhet paragjykojmë si ata që bëjnë, si ata që nuk bëjnë gjërat jo të mira, apo gjëra siç janë zina, siç janë këto që unë përmenda tani. Video ime nuk dua të duket si paragjykim, por dua të duket si mësim. Mos dëgjoni ata që thonë bëni qef. Shpeshherë një pjesë të atyre që thonë nuk duan që ju të jeni të lumtur. 2. Mos dëgjoni që ata që ju thonë ju iku koha, ora biologjike, etj. Është çdo gjë e shkruar. Ndoshta është një test për secilin. Dhe ata që janë besimtarë muslimanë dinë shumë mirë që kjo botë është e përkohshme dhe çdo gjë që ato nuk arritën në këtë botë, Allahu do ja japi në botën tjetër. Sigurisht ka të tjerë që nuk besojnë në botën tjetër dhe prandaj mendojnë që hajtë se na iku ora, na iku koha, le të provojmë gjitha, le të bëjmë gjitha. Dhe harrojnë që do ketë një ditë gjykimi, ose më saktë nuk duan t'ja dinë. Mendojnë se thjesht do zhduken apo janë ata pastaj që janë ata që krijojnë gjëra në mendjet e tyre, krijojnë shumë jetë, thonë në jetën tjetër ne do jemi mace, apo do. Gjithsesi, kjo është një paralajmërim i mirë, pozitiv, si motra motrës, kuptimi që secili e percepton ndryshe. Por nga eksperienca ime, do thosha që edhe pse një besimtar mund të vuaj ta zëm, mund të ketë teste të ndryshme. Ky është një test për të parë se sa shumë të fortë e këtij besimin tek Allahu. Askush nuk ka të drejtë të sakrifikojë veten e saj për asnjë mashkull në botë. Askush nuk ka të drejtë të lotojë për asnjë mashkull në botë, sepse një nën që e ka rritur një djalë ashtu siç duhet, do dallohet qartë. Dallohen njerëzit pozitiv, dallohen ato që janë, apo ka shumë që ndesh mes meshkujve që ka nga ato meshkuj që janë shumë të qetë, të butë, trajtojnë femrën siç duhet, edhe kjo vlen edhe mesazh për djemtë e rinj, nëse dikush tallet se sa mirë ju silleni me gruan, apo se sa të paqt ju jeni me gruan, përmendeni profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të. Dhe janë disa të ligë, meshkuj të ligë që thonë, po ne nuk jemi profeti, a thua se ti po i thua që je profeti. Ne nuk jemi si ai, po merrni shembull. Siç keni hadithet që ju bazoheni, që bazohemi të gjithë, merreni dhe atë si shembull, sepse çdo gjë e merrni si shembull, përveç sjelljen e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Dhe imagjino, ai qëndroi jashtë derës, kishte ardhur një natë vonë dhe qëndroi jashtë, nuk donte të hapte as derën për t'i bërë zhurmë gruas që flinte Aishës dhe fjeti ke dera deri në të gdhirë që mos ta zgjonte. Apo ai bënte edhe gjeste romantike, pinte nga njëjta anë e gotës ku kishte pirë ta zëm gruaja e tij. Dhe apo në çaste kur gruaja mund të shpërthente, sepse gruaja nuk është një lloj, ka hormone, ka emocione, ka gjëra shumë herë më të ndryshme. Në momentin që gruaja shpërthente, ai dinte si ta qetësonte. Dhe nuk i shtonte më shumë benzinë zjarrit. Prandaj në këtë botë shpesh herë thonë që disa nuk i gjejnë personin e tyre në këtë botë. Prandaj dhe në botën tjetër do pyetemi nëse do duam të vazhdojmë me bashortin që kemi patur apo jo, sepse ka shumë gra që fatkeqësisht durojnë dhe e quajnë këtë si gjë krenare, që durojnë një mashkull që është abuziv, që durojnë shpesh herë për hir të fëmijëve, shpesh herë për hir të kushteve dhe nuk duhet të vënë faj gjithsesi, kështu që prandaj do pyeten të gjithë. Shpesh ato shpirtrat binjak që fliten në kulturën perëndimore apo në për librat romantik etj. Mund ta përkthejnë në pjesën që Allahu ka bërë për një mashkull një femër dhe një femër një mashkull, domethënë ka krijuar çiftet që më përpara janë krijuar.
Kështu që ndoshta disa nuk mund ta gjejnë në këtë botë, por do ta gjejnë në botën tjetër, sigurisht për ato që besojnë tek bota tjetër dhe jo tek jetët e tjera, por që kujdes kur zgjidhni dikë, nëse një person është abuziv, do ta tregoj, do filloj t'ju tjetërsoj, ai e di se kush jeni, ndoshta do nisin si këshilla, më pas si urdhra, më pas si kërcënime, më pas si dhunë fizike dhe për ata prindër, sidomos në Shqipëri, që i thon vajzave e zgjodhe vetë, tani rri aty ku je dhe duke ditur që një mashkull vë dorë, që në dorën e parë, që vë dorë mbi femrën, duke ditur, ti si prind nuk mundesh ta lesh. Nuk mundesh ta lesh, nuk e di domethënë, është e paimagjinueshme se si ka akoma në për vendet ndoshta më të thella të Shqipërisë që vajzat nuk mbrohen vajzat dhe vajzat ndoshta në mënyrë figurative i vdesin ditë për ditë, duke i thënë duro, shtrëngo, sakrifiko, bëj këtë dhe imagjino, duket sikur po shesin vetë fëmijën e tyre. Dhe ndoshta sigurisht kultura e tjerë, brezat që janë rritur nuk mund t'i vëmë sërish faj, nuk mund të gjykojnë në këtë aspekt, por nëse ti vërtet e do vajzën tënde, duke ditur që një mashkull ka vënë dorë, që nga mënyra se si ai flet asaj, mos e lejo sepse duke i thënë duro, më vonë fatkeqësisht do t'i marrësh atë do marrësh ato lule për t'ia çuar te varri pastaj. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. I bie që do ndihesh gjithë jetës fajtor që ke qenë pjesë në vdekjen e sepse është një farë përgjegjësie, kuptimin kur shef fëmin tënd të vuaj dhe ti t'i thuash duro, është gjëja më e tmerrshme. Sigurisht disa prindër janë të dobët, nuk munden të bëjnë gjë, por që po flas me rastet e vërtet të serioze, në kuptimin në rastet e dhunës ekstreme, dhunës e goditjeve, se ka shumë që qëndrojnë në martesa ku ka dhunë verbale, dhunë emocionale, dhunë depresive, sepse edhe fatkeqësisht është normalizuar. Më vjen keq që kjo video doli pak e gjatë, por kisha shumë mendime në kokë që do doja t'ju shpreha dhe do doja që brezi i ri, rinia, të mos tërhiqet nga ajo kënaqësia momentale në kuptimin sepse një kënaqësi momentale thjesht do të bëj robëresh ndjenjash për një person që nuk do t'ja di për ty. Dhe ndjenjat janë shumë herë më të forta se sa një intimiteti fizik. Sigurisht intimiteti fizik është shumë i rëndësishëm, por në fillimet e tua nuk është aq i rëndësishëm sepse ndjesitë pastaj bëhen dominante. Dashuria bëhet dominante, ti do ndjesh për personin më shumë se sa afeksioni fizik, do ndjesh nga ana e brendshme shpirtërore. Dhe prandaj për të mbrojtur zemrën tënde dhe për të mos u tjetërsuar si njeri, për të mos menduar pastaj që shiko që dua më jetën, apo për të mos qëndruar për të mos kaluar jetën tënde duke menduar për persona të tjerë, duke krahasuar të zëmë, edhe nga ato që janë të martuar dhe krahasojnë bashkëshortin, nuk i duket gjë bashkëshorti i tyre, sepse në një grindje apo në një moment, në një mosmarrëveshje që ato debat që ato mund të kenë, ajo do filloj të mendoj për personin që ka patur. Prandaj është dhe kjo pjesa, domethënë, çdo gjë që Allahu na ka bërë për të na mbrojtur, pavarësisht se do duken keq, por nëse ti si muslimane beson në botën tjetër, beson tek libri Kuranit, atëherë ti duhet të thuash alhamdulillah, çdo të keqe, çdo të mirë që ne kemi, duhet falenderojmë Allahun, sepse ai teston ato që do dhe me vështirësinë ai ka sjell dhe lehtësimin. I ka të dyja bashk për juve, për ne. Domethënë, mos merrni vendime të gabuara. Shpesh herë ka shumë femra që fatkeqësisht nga eksperiencat të gabuara ndihen vetëm dhe ose shpesh herë shohin që dikush ka ecur në jetën e tij
dhe direkt nxitojnë sepse nuk duan që të ndihen vetëm apo po I kalon koha dhe shpesh herë nxitojnë për t'u lidhur direkt dhe në islam imagjino kur je divorcuar, duhet paktën kalojnë 7 muaj që ti ta zë martohesh dhe të kesh kontakt fizik me personin, sepse çdo njeri në jetën tonë len një print, len një shenjë, len një shenjë edhe fizikisht, len një shenjë emocionalisht dhe duhet të paktën 7 muaj që njeriu apo femra më sakt të shërohet emocionalisht. Dhe kjo ndodh edhe për shkak që ta zëm shtatzanira, të tjerë. Ke shumë për shembull, kjo ka çuar shumë në botën tonë që për shkak se femra ka krijuar shumë kontakte nga edhe të përditshme dhe shpesh herë kur mbetet shtatzan nuk dihet se kush është babai I fëmijës, për të parandaluar gjëra të ndryshme. Prandaj mos u nxito, nëse ke patur një eksperiencë të keqe, mos u nxito sepse ndihesh vetëm apo ndihesh se kur po t'ikën koha dhe të bësh zgjedhjen e gabuar, sepse një zgjedhje e gabuar, një martesë e gabuar do ta përjetosh gjithë jetën dhe do të jetë një agoni për ty gjithë jetën dhe do të të çojë ndoshta të bësh dhe gjëra të gabuara. Kështu që ky është dhe një mesazh për ato që kam patur histori, domethënë nga motra që më kanë shkruar dhe akoma nuk ishin shëruar nga një lidhje më përparme në kuptimin dhe emocional, akoma e donin personin dhe krijuan martesë me dikë që nuk e donin dhe kur vitet kalojnë pastaj ajo martesë do fillonte të ftohej, të dobësohej në kuptimin sepse ajo e kishte mendjen tek personi tjetër. Dhe prandaj bëni shumë kujdes kur zgjidhni partnerin apo partneren tuaj të jetës për të mos hyrë në mëkat duke I humbur jetën dikujt tjetër që ndoshta mund të kishte një person që mund ta donte. Mos bëni përpjekje për t'u nxituar, më thënë. Allahu I ka shkruar çdo gjë për ne dhe është më e mira që mund të bëjmë t'ja lejmë çdo gjë, ta lëmë çdo gjë në dorën e Allahut. Në momentin që ne lëm çdo gjë në dorën e Allahut, çdo gjë shkon në mënyrë shumë të lehtësuar. Dhe si një person që vjen nga të dy kultura, në kuptimin jam në një kulturë tjetër, kam plus kulturën ku kemi jetuar, ka shumë histori, ke nga këta vëllezër musliman që krijojnë lidhje online e tjerë, apo motra muslimane, dhe nëse ti flet me dikë dhe ja hap portën për më tutje dhe mendon se okay, nuk bëra gjë, thjesht po flasim, po ndërkohë kjo mund të çojë në vendime të gabuara.